çfarë turizmi kemi dhe çfarë turizmi synojmë? Çfarë turizmi kemi? Ma perifrazo pak se nuk e kam kuptuar asnjëherë çfarë turizmi kemi. Çfarë turizmi kemi? Po, familjar, të lirë. Në Shqipëri, si në çdo lloj fushë tjetër, i bëjmë të gjitha. Unik. Dhe jemi unik, prandaj jemi destinacion i veçantë dhe destinacion unik. Natyrisht, në Shqipëria është ka filluar në fillim fare me turizmin e huaj, me turizmin kulturor. Është shumë e pasur me turizmin kulturor dhe është gjatë një peshë shumë kryesore dhe është edhe zgjatë dhe sezonin. Turizmi kulturor fillon në mars dhe mbaron në fund të tetorit. Okej. Pjesa e plazhit si perifrazon? Pjesa e plazhit është pjesa 15 qershor, maksimumi deri me 15 shtator, që ka flusën. Natyrisht mund të vazhdojë edhe mbas 15 shtatorit, por Shqipëria momentale është turizëm familjar, adventur, low cost dhe mesatar. Nuk mund të flasim akoma për një turizëm elitar, mund të them ka fragmentet të caktuara që mund të, por nuk është turizmi elitar vetëm me një fragment, me një hotel ose me një... Kështë quajmë turizëm elitar, ta kuptojmë si thelb. Por turizmi elitar, ai vjen kalek. Dhe ai nuk do të shpenzoj kohën në trafik që nga aeroporti të vjeri në Tiranë, të vjeri për një orë, me bllokat e trafik. Turizmi elitar don që shërbimin të personalizuar, don helikopterin, don charterin privat, don ke hoteli, don shërbimin për çfarë ka paguar. Unë shpeshherë kam pasur klient, jo shumë, pas disa klient elitar, Gjimi thot, na pëlqen si Shqipëri or si vend, si destinacion, por nuk ka lidhje me ato që ne jemi mësuar në për vendet e tjera. Ne kemi lek, paguajmë sa të... Ta ullin që standartin dhe ata? Standartin, natyrisht, për prandaj ne pastaj do futemi tek aventura. Shqipëria vjen për standard elitar dhe përfundon në një adventur. Po, dhe do ta mbajnë mend, është bukur, është diçka unike. Është bukur, Ariol, çfarë turizmi kemi? Ma perifrazo dhe ti se mendimin e Gjimit e mgjova. Dhe a mund ta ndryshojmë si model, është ideja? Okej, që ta filloj nga a mund ta ndryshojmë? Jo, filloj çfarë kemi. Çfarë kemi? All në një. Gjitha në një. Që do me thënë? Ne bëjmë çdo gjë dhe në funditës ndoshta nuk mund të bëjmë asgjë. Nuk bëjmë asgjë. Po, sepse më rëndësishmë jo më larg se vitin e kaluar, u ndesh me një grup gjermanësh që konsideroshin deri diku tek pjesa elitare, erdhën në Shqipëri për ta ndruar Shqipërinë, që ishin të përvitshëm me Turqinë, ishin mësuar prej 15 vitesh që organizonin në Turqi, erdhën në Shqipëri dhe pani situatë totalisht ndryshe. Pritshmëri totalisht ndryshe dhe realiteti totalisht ndryshe. Prandaj them, Shqipëria ka all në një, çdo gjë ne ofrojmë. Por a i bëjmë siç duhet, kjo është pyetje tjetër. Edhe çfarë i duhet Shqipërisë, mendim personal, elitari. Na duhet turizëm elitar. Po si mund ta ndryshojmë? Nga këtu ku jemi, do duhen shumë hapa, besoj. Apo duhet pak? Jo, duhen, jashtëzakonisht shumë. Ne jemi vetëm ne nisëm bisedën sot duke thënë që ne jemi duke hedhur gurët. E këtij themeli. Çfarë gurësh do hedhim? Gurë të rënda apo nga të gurët e lumit që i merr po lumi? Nëse do hedhim gurët të rënd, na duhet standardizimi që sot për nesër, për të tarë, strukturave, i gjithë hospitalitit, e gjithë mjefritjes, gjithë turizmi. I shtëpive. Çdo gjë është e lidhur bashkë, thash pak përpara, është taksia, është pjesë e hospitalitit, është me pritjes. Horeka është thjesht një element, aspekti akomodues është thjesht një element në turizëm. E ne nuk duhet të përqendrohemi vetëm te aspekti tek produkti final, te akomodimi. Po të gjithë zinxhirin. Pra mendon që turizmi elitar na sjell më shumë vlerë të shtuar monetare? Po, edhe më pak rrëmuj se ç'kemi tani. Më pak rrëmuj dhe degradim mjedisor. Po, patjetër. Se sa Shqipëria ka një vend i vogël sa është, i ka çdo gjë brenda. Por ka një limit individësh që mund ta vizitojnë Shqipërinë. Mund të jetë 5 milion, 10 milion, 20 milion, por arrin një farë limiti. Këta 20 milion, nëse këta konsumojnë Shqipëri, një lloj si çdo konsumojnë ato 1 milion elitarët, për ne dhe ishte një punë shumë herë më e thjeshtë, po dhe me të ardhur shumë herë më të mira. Është shumë e përlum apo pak e saktë thot populli. Ne na duhet pak e saktë. Nuk kemi një vend si Indonezia, që është 10 fishi, 20 fishi i qyteteve edhe europiane, jo vetëm shqiptare më të mëdha, që ne i pranojmë çdo gjë turizmi atje. Edhe atje është duke ndërtuar struktura të mbifillta akomoduese. Hotele, turizmin, për strukturat elitare. Por ama, e kanë hapësirat që të ofrojnë edhe shërbimet e low costit. Kurse Shqipëria, ne na duhet turizmi elitar, na duhen individet e trajnuar, na duhet ofrimi paketave të plota në Shqipëri. Sepse ne kemi gjën e parë, ne kemi ushqimin, kemi ambientin, natyrën. Dhe ushqimi bioorganik.
Në Shqipëri të duhesh e gjen për gjetur e gjen. Po jashtë Shqipërisë nuk e një dot më. Shkosh në Angli, të marrësh një perim i domate, nuk e ka më shihen siç e ka këtu, siç e konsumojnë me këtu. Mishi po ashtu, djathi po ashtu, të gjithë produktet ushqimore. Prandaj kjo është arma jonë më e fortë, natyra, ushqimi dhe mikpritja. Hajde ta ndërtojmë një strukturë turizmi mbi këto lloj shtyllash për të ardhmen. Jo të përhapemi si vajin lakre, thot populli. Dhe pastaj t'i ushqejmë me produkte të importuara. Pikërisht. Gjimi, si mendon? Na duhet një turizëm elitar dhe si mund ta bëjmë? Patjetër, ne jemi kompania vetme një nga të vetme në Shqipëri që tentojmë këtë turizmin elitar. Kam mbi 20 vite në treg dhe bëj një marketing shumë të mirëfill dhe synoj tregun në Amerikës dhe Amerikës Latine edhe Kanadan. To janë tregjet që mund të mbajnë këtë lloj tregu. Por besoj me hyrjen e linjave me Kanadan dhe në Amerikën, Amerika është një goxha treg, pavarësisht se Shqipëria nuk e ka ezaruar si treg akoma, të gjithë grupet amerikane që vinë në Shqipëri ose individët vinë 90% vinë nëpërmjet kompanive kroate dhe slovene, që kanë më eksperiencë dhe kanë më shumë kontakte. Unë për shembull bashkëpunoj me 2-3 kompani kroate dhe trajtoj të klientët high-end o turizmin cilësor që bashkëpunoj me kompaninë kroate dhe mbulojmë Shqipërinë dhe pjesën e Maqedonisë. Ku shkojnë turistë elitar, çfarë zgjedhin? Përgjithsisht Riviera dhe Tirana. Vetëm janë fokusuar vetëm tek në Tiranë dhe tek pjesa e Rivierës. Hotele me 5 yje? Me 5 yje, për momentin zgjedhin Marriotin, vetëm është Marrioti që është hoteli vetëm në Tiranë që i plotson standardet. Sa janë gati të paguajnë për një natë? Paguajnë. Qoftë në Tiranë, qoftë në Bregdet, sa paguajnë? Paguajnë. Sa ti thua? Më thua një shifër. Sa kam paguar një shifër? Sa ti thuash? 5.000? Unë them, ne japim çmime normale, por për të paguajnë. Nuk e kanë problem pagesën, vetëm duan shërbim cilësor. Pra mund të paguaj 1.000, 2.000, 3.000 euro nata? Natyrisht këto janë individual, nuk janë grupe masive. Po, e kuptoj. Paguajnë. Po si mund ta kthejmë pra Shqipërinë, si mund ta orientojmë drejt një shembull, është një agjenci që merret me trajtimin, me trajnimin edhe trajtimin e këtyre turistëve cilësor. Dhe bësh pjesë e kësaj organizate, domethënë shumë faza që të klasifikohesh për të hyrë tek kjo shoqat. Edhe nga shumë intervista që kisha, dhe një pyetje, kjo ishte para 10 vitesh. Më bërë një pyetje, sa shpenzon një klient i jot në ditë? Sa shpenzon? Dhe mesatari në të kohë, unë i thash, shpenzonin 7-10 pakashumisht mesatarja një turisti në ditë, bëhet fjalë për para 10 ditë. Po. Edhe unë i thash 150 me shtova gjysmë. Gjimi tha, ne po kërkojmë, tha, një kompani ose një agjenci si punë jote që një klient të shpenzojë minimalisht 3.000 euro në ditë. 3.000 euro në ditë? Janë të gatshëm të shpenzojnë? Po. A ja ofrojnë mundësinë që të shpenzojnë? Jo. Pra, ata kur japin këtë lek, nuk ndjehen të shërbyer të çduar. Nuk ndjehen se thonë Shqipëria është në vend në zhvillim dhe e pam, por nuk... Si mund kalojmë tek ky model? Don kohë, don vite, siç e tham, don goxha vite, goxha studime që nuk mund të rrijë një hotel me 5 yje dhe pastaj mbrapa është një hotel me 2 yje. Domethënë nuk kemi një strukturë unifikuese që një zonë që të jetë vetëm për turizmin elitar. Pra duhet ndarë në zona? Duhet ndarë në zona, nuk bashketon dot një hotel me 2 yje dhe një hotel me 5 yje. Ose është hoteli me 5 yje dhe pastaj mbrapa asaj ke një grehin që nuk bën sens. Hoteli me 2 yje është mirë, ndjes, por mund të kesh në këto shtëpitë vjetra që i kanë akoma gjallë dhe japin me qira dhomën, vetëm një dhomë gjatë verës. Dhe kjo është një element tjetër që ndikon. A i kemi kapacitetet ne që të ndërtojmë turizëm elitar, duke filluar që tani, siç e tha Gjimi, po të ndarë në zona të paktën. Le ta marrim pak si projekte pilotse. Dhe gjithë Shqipëria është e vështirë që të bëhet në një ditë, sigurisht. Por nëse mund të punojmë gradualisht, a mund të përcaktojmë zona të caktuara, apo duhet një dorë nga qeveria, e bëjmë vetë hotelet, e bëjmë vetë ne, si funksionon? Ne shqiptarët nuk e bëjmë dot vetë. Se 2 shqiptarë një mundi nuk i bën dot. Nuk bëhen. Jo, kjo është pak po sakt. Shteti po, patjetër. Një studim i plot, siç që aspekti i bujtinave, që për mua bujtina në Shqipëri është një sukses, turizmi, sepse thith goxha dhe është tradita jonë aty, dhe ke ushqimin, ke historinë, ke kulturën, po ke dhe i biznes familjar që e ndjen drejt për drejt aspektin e turizmit, ndryshe nga kompanitë ose korporatet e tjera. Dhe për... Ta është duan dhe turistët në fakt, të ndjen atë shien familjare të shqiptarëve të ndarë në zonat të ndryshme, traditat e tyre. Agriturizmi shqiptar dhe bujtinat ishte një ndër projektet më të mira që ndërmarr mendimi im personal në Shqipëri në gjatë këtyre viteve nga qeveria. Dhe
Ndarje këtyre zonave është po detyrë e qeverisë. Pra që përcaktoj ku mund të zhvillohet turizmi, çfarë mund të ndërtohet dhe çfarë shërbimesh mund të ofrohet. Pikërisht, por edhe ndjekja e kësaj. Pse? Unë mund të bëj një projekt dhe ndërtoj një hotel shumë bukur në X zonë të Shqipërisë, po komshiu im ngjitur ka të shtëpinë e vjetër që ka të shkatruar, që e ka lënë thjesht e mban si tokë të bllokuar për ta shitur pas i far kohe, dhe kjo nuk mund të bëhet dot bashkë. Nuk mund të bëhet dot bashkë ai që vjen konsumon siç tha zotëria pak më përpara 2000 euro në ditë. Me një zotëri që vjen aty dhe merr domatet me vete, merr ushqimet me vete dhe dëshiron të konsumojë te plazhi. Nuk mund të jenë dot bashkë të dyja. Do të jenë zonat posaçme të përcaktuara, por ama dhe të ndiqen se si zbatohen këto standarde. Pasi tjetër në letrën e jemi më të mirët. Ata që po na ndjekin, që mund të kenë struktura akomoduese, po thonë që ndoshta do përjashtohemi ne nga kjo që po kërkohet nga ekspertët. Pra, nëse krijohet dhe shkojmë drejt turizmit elitar, do mbeten pa të ardhura ata që disponojnë një pronë që japin me Airbnb, me Booking, apo qytetarë që krijojnë të ardhura verore, apo nuk është ky model? Absolutisht që jo. Airbnb ke kudo në botë. Ka dhe në vendet ku aplikoj turizmi elitar. Po patjetër. Airbnb ka kudo. Që ta qartësojmë si gjë domethënë. Dhe Airbnb ka kudo në përbot. Është njihet në strukturat e Horekës dhe aspekti Airbnb-s. Ashtu siç është hoteli, ndarja, moteli, aspekti i dhomave me qera, komplekset, resortet, është një tërësi elementësh. Nuk bën përjashtim asnjë. Por standardizimi dhe vendosja e të gjithë këtyre brenda një kuadri të caktuar, kjo do na bënte në diferencën. Ne jemi 28.000 metra katror. Sikur të arrim 100 milion veta, ku do rrin? Nuk arrim dot. Nuk ju ushqim dot, të diskutuar. Nuk realizohet dot. Sepse edhe kur kemi pasur bum turistik, është rritur importi. Kemi arritur dot i ushqim me ato që ne prodhojmë në tokën shqiptare. Po kush ta prodhojnë në tokën shqiptare? Dhe ndërkohë që edhe kush ta punojë, dhe ndërkohë që turistët vinë për këto, sepse kanë dëgjuar për traditën, për ushqimin, për Pikërisht, lër e fshatin të bëj agriturizmin, lër detin të bëj bregdetin, lër malin të bëj aspektin e turizmit kulturor ose elementeve tjerë ose qytetet në këtë pjesë, gjithë se cili do të bëj detyrën e vetë. Ne themi, ne shqiptarët i bëjmë çdo gjë. Në fund dite nuk e di sa bëjmë. Nuk bëjmë asgjë siç duhet. Po çfarë modeli mund të ndjekim? Kemi modelin e Turqisë për shembull, që ka zhvilluar ato resortet all inclusive, ku për ato individ që shkojnë, duan të hanë pa limit, duan detin dhe mirupafshim. Prape ka ndonjë tur brendshëm që e organizojnë. Ke modelin grek, kemi modelin kroat që ka ndërtuar një model të shtrenjtë, pak më elitar, dhe kush do, kush nuk do. Kemi modelin Malezi. Çfarë duhet bëjmë ne? Të paktën disa nga shembujt i kemi, nuk është se mund të zhvillohemi pa një orientim. Ne kemi modelin shqiptar. Ne kemi modelin. Shumë i bukur, më pëlqen. Të pëlqen, okej. Është rrumtall e pranueshme, siç u thash përpara. Pra do vazhdojmë me këtë. Por Shqipëria natyrisht me gjithë problematikat e vete që ka një ndryshim të cilësishëm, duke filluar të patën minimumin 20 vite të fundit. Po të shkojë në Maqedoninë, para 20 vitesh ishte, po të thuash nata me ditën me Shqipërinë. Maqedonia ka ngelur po në atë lloj pozicioni. Shqipëria me gjithë problematikat e veta ka ecur goxha. Problemi kryesor në Shqipëri Maqedonia nuk ka ato gjeografinë tonë. Nuk ka, por kam pas eksperiencë në turizëm. Kishin qysh në kohën e tij, kishin goxha eksperiencë dhe ishte goxha më e strukturuar. Por problemi në Shqipëri është pushteti lokal. Po të thuash për mua është inekzistent, jo funksional dhe akoma nuk ka kuptuar që territori është i bashkisë. Duhet që të marrin masa në të gjitha aspektet që të motivojnë dhe të zhvillojnë turizmin, duke filluar nga pastërtia tjera, akoma nuk po e bëjnë punën e tyre, presin gjithçka nga pushteti qendror. Dhe është e pamundur që pushteti qendror të përzihet me çdo lloj pune të vogël të çdo bashkie. Që është lokale. Që është lokale. Bashkia çdo bashki, bashkia e Himarës, bashkia e Seranat, duhet të caktojë zonat e caktuara. Kjo zonë është për këtë lloj turizmi, kjo është për familjar, kjo është duan dhe të rit, duan dhe edhe mbas orës 12 natës. Dhe shumë të ri vinë 12 shkon policia me dhunë. Dhe kjo i zbe turizmi. Duhet të caktojsh zona, do të shkosh, rinia, do një jetë natë, shkon në Karpër. Zeni të një zonë të caktuar që rinia mund të ketë një hapësirë të caktuar. Që është pak më izoluar, nuk shqetëson gjithë strukturat e tjera të me radhë. Por nuk ka ndarje të tilla. Pra nuk më thënë, se kemi nevojë të marrim një model të turizmi të gatshëm për ta implementuar, me që jemi mësuar që të marrim gjëra të gatshme, jo. Për mua modeli shqiptar është fantastik. Pra do të vazhdojmë kështu.
Marrim nga pak, ne gjithmonë kemi bërë copy-paste, por si përfundim, asnjë gjë nuk nxjerrim. Nuk kemi nxjerrë në dritë. Arioli, duhet marrim ndonjë model, ja përmenda Xhimin, po është autentik që ndron besnik modelit shqiptar. Ne e tham, e perifrazuam çfarë ishte. Mendon që duhet marrim një model të zhvillimit të turizmit që kanë bërë vendet e tjera? Historia na ka treguar që ne asnjëherë nuk kemi marrë modele të gatshme, por ne kemi miksuar gjithë modelet e mundshme. Me terrenin shqiptar. Me terrenin shqiptar edhe mënyrën tonë shqiptare. Edhe jemi krijues në mënyrat edhe në fantazitë ekstreme, kur duam të arrijmë atë që duam ne, duke mos parë atë fotografinë e madhe, por duke menduar sot për nesër. Ky për mendimin tim është problematika më e madhe. Ne shohim çfarë do ndodhi këtë sezon, kur duke filluar që nga studio, duke filluar që nga programet qeveritare, duke filluar që nga organizatet e çdo gjë, do të menduar çfarë do ndodhi me Shqipërinë pas 10 viteve. Çfarë do ndodhi? Kjo është pikë pyetja. Do na kthehet bumerang këto problematike që do kemi ne sot, apo ne do realizojmë qëndrueshmërinë e këtij biznesi. Dhe kjo qëndrueshmëri e biznesit nuk është vetëm e shtetit, se ne drejtojmë gishtin vetëm te shteti, është e gjithë ne. Duke filluar nga vetvetja, nga ne. Është duke qenë stabil me çmimet, me çmimet, duke filluar me filozofinë e punës, po, me strukturën, një plan biznesi, struktura komanduese e Shqipëri edhe struktura biznesi e Shqipëri që nuk kanë sot ekzistojë një plan biznesi se të qartë se ku do shkojnë. Sepse nga një anë ka një pasiguri tregu që nuk dihet se çfarë po ndodh në çdo moment. Kurse jashtë, dikush kur investon një X të ardhur për një struktura komanduese, për një restoranta, për një hotela, për një klub, ka planin 10 vjeçar, ka planin 20 vjeçar. Që për 20 vite unë do realizoj këtë lloj qëllimi, patjetër plus minus 1% të caktuar, por ne nuk kemi asnjë lloj plani. Ne ndryshe flem, ndryshe zgjohemi në mëngjes. Ne i vendosim çmimet se sa është radha e njerëzve që po presin. Por që radha e gjatë, jepi. Dhe kjo fakt na dëmton. Dhe mos pas në qëndrueshmëri dhe në çmime dhe një justifikim të arsyeshëm pse çmimet lëvizin, kjo na dëmton apo jo? Shazlonet, thash pak më parë ndijes, shazlonet po të shkosh në Malin e Zi, sa hyn në një plazh privat, ke listën e çmimeve. Dhe ti zgjedh pastaj. Ti ke në çdo email, në çdo website të kompanive botërore të akomodimit, ti ke një listë sa do jetë çmimi i hotelit në gusht, sa do jetë në shtator, sa do jetë në qershor, brenda sezonit, jashtë sezonit. Ne këtu i vendosim çmimet si është zotëria, si është shikojmë në sy. Po na u duk me makinë mirë, ja rrisim pak se ka lek. Po patjetër. Të mërshme. Në Shqipëri është vetëm një strukturë emërfjell turistike që funksionon në mënyrë europiane. Është vetëm një. Vetëm një. Për zor. S'po e them emrin. Po mirë, a duhet të orientohemi pak te resortet all inclusive? Kemi disa që i kemi në zonën e Adriatikut, shumë pak, me gishtat e dorës numërohen, po a do ishte të thithim një klientel të tjetër? Personalisht jam kundër. Je kundër, pse? Jam kundër për arsye që është turizëm masiv. Nuk jam që më të eliminohen fare, por nuk jam që Shqipëria të ketë një strategji për turizëm masiv. Pra nuk na duhet turizmi masiv. Nuk na duhet ai lloj turizmi. Nuk na duhet që ai është paguan 5 euro atje ku nga vjen, edhe kaq që ka paketën. Ne duam një turizëm dinamik, që të lëvizi, të shijojë, të lëvizi. Sepse edhe turistët që shkojnë në struktura all inclusive, nga që nuk duan të humbasin drekën dhe darkën, edhe nuk lëvizin nga hoteli. Për mua janë humbje. Janë humbje. Janë, okay. Natyrisht ka një fitim, natyrisht edhe kompanitë që operojnë të... Jo, në sensin e ekonomisë të tërësi. Unë do isha komplet kundër. Kundër turizmit, do jemi për turizmin qëndrueshëm, duhet turizmi elitar. Turizmi për paktën turizmi mesatar. Turizmi mesatar. Mesatar dhe elitar. Synimi është drejt të turizmit elitar. Shqipëria i përmbush të gjitha kushtet për të pasur një turizëm elitar. Cilat janë kushtet? Është natyra, Shqipëria është komplet diverse. Ka malin, ka deti. Ka të gjitha, brenda një periudhë të shkurtër, që turizmi elitar nuk vjen të shpenzojë 20 ditë. Ai do vjeri për 5-6 ditë që do t'i marrë të gjitha të mira dhe i ka të gjitha. Dhe është vendi më i përshtatshëm në rajon për të pasur një turizëm elitar, funksional. Interesante, tek problemet. Nis një sezon, nisim me problemet. Çfarë problemesh kemi aktualisht me këtë sezon? Le ta marrim tek cilësia e shërbimit, infrastruktura, fuqia punëtore, çfarë do të thonë këto? Personalisht do thosha kur e fjala burimet njerëzore. Po, e the 3 herë gjatë emisionit dhe është e vërtet. A mund të ofrojmë turizëm me aziatik, me filipinez, cilësi shërbimi? Po më falë, një ndër pikat që thamë pak përpara e Shqipërisë ishte pozicioni jonë, ishte natyra, ishte ushqimi, ishte dhe mikpritja. Atëherë mikpritja duhet në shqiptar? Shqiptarët. Kur shkon në Indonezi, të del indoneziani të bën të mikpret.
Një shqiptar nuk mirëpret në këtë lloj forme. Po pse ikin? A mos nuk është konkurrues turizmi për shqiptarët, ofron paga sezonale, ofron paga të ulta, nuk ofron sigurime për te sezonit? Çfarë do të bëjmë për të pasur fuqinë aktive punëtore në Shqipëri? Duhet një plan biznesi i këtyre kompanive. Nuk mund mendohet u hap sezoni 1 qershor, edhe do marr stafin shërbimit datë 29 maj, edhe do ta fusat në punë derisa ditën sa mbaroj dhe deri diku ka ndryshuar. Kjo është pasoja e të kaluarës, kur burimet njerëzore ishin një numër shumë të lartë. Edhe ne abuzonim. Duke mos paguar siguracionet, po dhe duke kujtuar që ne po të mbaj me buk. Po të mbaj me buk, po që ai punon në fakt. Edhe ky është koncepti më i gabuar që ka shqiptarët që është tërshme. Unë nuk di ta konceptoj këtë gjë. Unë bëj një paralelizëm vetvetes para 23 vitesh, kur kam qenë pjesë e stafeve të shërbimit, kur kam filluar si punë, punonim 16 orë në ditë, pa i ditë pushime, dhe me një pagë shumë qesharake, edhe nuk thoshim kur jo. Me brezin që është sot, që punon 8 orë punë, një ditë pushim një javë, me një rrogë më të lartë në njërë se disa zyrtarë që janë që punojnë në shtetë, më marrë një bakshishe shumë herë më të lartë që të ofron një mundësi shumë mirë, por kanë ndryshim gjenerate, ndryshim brezi, burimeve njërzore. Kanë kuptuar rëndësinë e tyre, shumë e thjeshtë. Po abuzojnë ndoshta. Ose po e mbi vlerësojnë. Po kjo është për shkak se të mungesës fuqisë punëtore, dhe ata do kanë momentin e tyre në këtë rast. Kjo është mungesa. Mungesa është të trajtohen mirë, domethënë, dhe të investohet në fuqinë punëtore, qoftë edhe përmes shkollave të turizmit që janë shumë të rëndësishme, sepse është një degë që ka kërkesë, apo jo? Trajnimi, Shqipëria gjë më kryesore që ka nevojë, unë po flas në aspektin e horekës, zotëria është në aspektin e paketave më shumë, Shqipëria i duhet një akademi e mirëfillt turizmi. Jo një akademi që çuni filanit dhe shoku filanit dhe kushëriri filanit jepet i diplomën se i duhet atij për të bërë letra për Gjermani. Jo, një akademi e mirëfillt që ne të ndërtojmë historinë. Edhe të kryojmë atë stabilitetin, sepse në këto lloj forme kryohet, me burimet njerëzore. Nuk e bën turizmin një hotel 10 milion euro, po e bën njerëzit që janë brenda, se pata njerëz që punojnë aty. Ai struktura e hoteli është thjesht mur, llaç, tulla, hekur. Shumë e vërtetë, cilësia e shërbimit është shumë e rëndësishme. Gjim nga problematikat si ka nisur sezoni dhe çfarë rekomandimesh ke? Unë përmenda disa kush mund të jenë problematikat. Janë të shumta, por për mua ngelet është cilësia e shërbimit. Cilësia e shërbimit, që ndron pak tek fuqia punëtore. Patjetër që do të thet në bumerang, nëse është cilësia e shërbimit dhe çmimet. Nëse një turist të vjen për herë të parë, gjen një cilësi shërbimi për tokë, çmime të egzageruara, një kamarier që shkon nuk di çfarë bën, edhe kthehet me mënyrë negative, dhe një turist që kthehet me një perception negativ për vendin, mund të flasim me 10, 15, 20 dhe bën shumë të tjerë. Është kjo reklama informale që ndodh pastaj, që është negative për Shqipërinë, dëmi është shumë i madh. Pra po thua edhe ti si Arioli që të investohet në fuqinë punëtore, në cilësinë e shërbimit. Pjesa kryesore. Problematik tjetër është trafiku. Është parkingjet, është një rrumpall, po të fillosh korrik gush si kompani turistike, të gjithë turoperatorëve të huaj them në korrik gush në Shqipëri mos hajdeni. Unë nuk të ofroj dot as cilësi, as shërbim, dhe nuk mundem dot të përballoj cilësinë që unë dua t'ju ofroj. Dhe këto 2 muaj janë muajt më kritik për gjithë turizmin në Shqipëri. Po ndoshta prapë vjen nga mungesa e fuqisë punëtore, duke më pasur më pak punonjës në dispozicion, presioni rritet dhe cilësia e shërbimit bie. Praktikisht. Ke ndonjë rekomandim qoftë për pushtetin vendor, lokal, pra pushtetin qendror, për operatorët që funksionojnë në këtë fushë, çfarë duhet kem parasysh këtë sezon që të mos na kthehet në bumerang? Beturinat. Për pushtetin vendor kjo. Pastrodhi Shqipërinë. Të them një shembull shumë të vogël. Isha para 3 javësh në Gjirin e Laxit. Frekuentoj vazhdimisht është afër me Tiranën dhe bëra një xhiro Bregdetit. Ishte një kohë shumë e bukur. Dhe para 2 ditësh ishte pastruar Bregdeti, rëra e zezë, pishat, natyra, u thash jem në Maldive, u mrekullova, si isha mësuar duke parë tërkohë me mbetërina. Domethënë një ndryshim i vogël jep një impakt komplet tjetër. Domethënë ne kemi natyrën, ne kemi çdo gjë. Pastërtia është baza kryesore e të gjithave. Okej, të falenderoj shumë për jam lodhur me këtë pastërtim, por dhe për analizat. Është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Ariol, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit edhe për rekomandimet. Të nderuar shikues, bashkëshihemi të hënën e ardhshme, natën e mirë.